Mbrëmja kishte rënë mbi shtëpinë e Big Brother Kosova me një qetësi të ngrohtë. Pas ditësh të mbushura me debate, tensione dhe përplasje mendimesh, dukej sikur banorët kishin nevojë për një frymëmarrje të përbashkët. Muzika në sfond ishte e lehtë, dritat jo shumë të forta, dhe energjia kishte marrë një drejtim tjetër, më njerëzor, më të sinqert. Alba ishte ulur përballë Ludos dhe Limit me një gotë në dorë. Ajo I shikonte të dy me buzëqeshje, sikur po përpiqej të lexonte diçka më shumë se sa thjesht lojën e Big Brotherit. Ishte një nga ato momente kur njeriu flet jo për strategji, por për ndjesi. Ju të dy, tha Alba papritur. Duke thyer heshtjen, jeni si njëri tjetri. Ludo ngriti vetullat dhe qeshi lehtë. Limi uli kokën me një buzëqeshje të përmbajtur. Banorët përreth u afruan pak më shumë, sepse e dinin që po vinte një moment I bukur, nga ata që nuk planifikohen, si njëri tjetri si. Pyeti Ludo, me humor. Alba ngriti gotën pak më lart. Në mënyrën si reagoni, si mbroni njerëzit tuaj, si nuk e shisni shoqërinë për lojë, tha ajo. Edhe kur grindeni, jeni të drejtë. Për një çast, Ludo nuk foli. Pastaj u kthye nga Limi me një shikim të ngrohtë, të sinqert, pa kamera, pa publik. Limin e kam shpirt, tha ai, Limin e kam zemër. Fjala zemër u dëgjua fort në dhomë. Nuk ishte thjesht batut. Ishte deklarat miqësie. Banorët filluan të buzëqeshnin. Disa tundnin kokën në shenjë aprovimi. Ky ishte një nga ato momente që publiku I do, I vërtet, I pastër, pa tension artificial. E kam fans, shtoi Ludo me të qeshur, duke ngritur gotën. Gëzuar Limi. Limi u ngrit lehtë nga vendi. Nuk ishte tipi që fliste shumë, por kur fliste, fjalët kishin peshë. Ai e pa Ludos drejt në sy, pa ironi, pa lojë. Gëzuar, Ludo, tha ai. Gjithmonë. Gotat u prekën lehtë. Një tingull I vogël, por simbolik. Alba I shikonte të dy me kënaqësi. Për një moment, Big Brother nuk ishte garë. Ishte bashkëjetesë, për këto momente ja vlen. Tha Alba. Jo për shere. Jo për etiketa. Po për këto qaste. Ludo u mbështet pas në karrige. Këtu brenda, tha ai, ose bëhesh ujk, ose bëhesh njeri. Unë zgjedh njeriun. Limi e miratoi me një tundje koke. Edhe unë. Banorët e tjerë filluan të bashkoheshin. Dikush solli më shumë gota. Dikush tjetër rriti pak muzikën. Atmosfera u kthye në festë të vogël spontane, pa arsye të madhe, përveç faktit që miqësia kishte fituar për atë mbrëmje. Kamera kapte fytyra të qeshura, shikime të sinqerta, batuta të vogla. Publiku jashtë do ta shihte këtë si një nga ato skena që tregojnë pse Big Brother nuk është vetëm konflikt, por edhe lidhje njerëzore. Në fund të mbrëmjes, Alba tha diçka që mbeti në ajër. Njerëzit harrojnë çfarë thua, harrojnë çfarë bën, por nuk harrojnë si I ke bërë të ndihen. Dhe atë natë, Ludo dhe Limi u ndjen të respektuar, të vlerësuar dhe mbi të gjitha të bashkuar. Në Big Brother Kosova, ky ishte një nga ato momente që nuk fitojnë çmim, por fitojnë zemra.